Luana, si zakonisht e derdha përsëri qumshtin. A mund t'i thuash të më sjellë mua një? Po qumshtin? E kam këtu. Faleminderit, por... S'ka por. Mendon se unë si pediatër do t'sjell diçka që nuk është e shëndetshme për fëmijët? Ky është qumësht i freskët që përpunohet në kushte perfekte. Ruan vitamina dhe vlerat ushqyese. Bakteriet s'mund të hyjnë dhe qëndroni freskët pa konservues deri në 4 muaj. Mrekulli, mësova diçka tre sot. Qumshti UHT. Zgjedhja e duhur, e shëndetshme dhe e përshtatshme. Ç'do të thotë të kujdesesh për veten? Masazh relaksues nga terapist me kulturë orientale për një rrezatim diellor të trupit. Solar të mbyllur ose të hapur, solare me teknologjinë më të fundit. Trajtimi fytyrës me produkte tërësisht bimore, pastrimi i akneve, trajtim anti-rrudh me kolagjen dhe trajtim mikrodermoabrasion me rërsingu. Manikyr, pedikyr, thonjë me gel, trajtim dhe përkujdesje maksimale. Trajtim për flokët, prerje dhe krehje sipas tendencave më të fundit dhe një make-up perfekt. Të kujdesesh për veten, do të thotë Magic Center, magjia e të ndjerit mirë. Në Italinë fashiste, një grua e bukur, por pa klas, njihet me një burr me një të shkuar të vështirë. Ho trovato uno che mi piace. Mi sembra pure un bravo ragazzo. Joshja dhe hieshja e të cilit maskojnë shpirtin diabolik dhe nevojën e tij obsesive për dashuri. Guximi dhe ndjeshmëria Carmen ngërthejnë për kushtimin dhe pasionin e një mashkulli tjetër. Signorina Carmen! Dhe xhelozinë e pakontrolluar të Nitos nga dashuria dhe pushteti. Një histori e dashurisë, intrigës dhe urrëties. Me një kast të jashtëzakonshëm aktorësh: Gabriel Garco, Manuela Arcuri, Giuliano Dessio, Alfredo Pea, Mëkati dhe Turpi. Pjesa e parë të mërkurën, ora 20:50 në Top Channel.